Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot motra të dashura kam sjell mënyrën se si përgatis unë shërbet për bakllavë. Nga ky shërbet fitoj një bakllavë të shkript të fortë, nuk fitohet një bakllavë e butë nga ky lloj shërbeti. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Ky shërbet është i përshtatshëm për tepsinë numër 55. Nëse përgatitni në tepsinë më të vogël baklavën, atëherë vetëm se përgjysmoni masat. Besoj se kam një përkthyer receta e këtij shërbeti. Filloj me përgatitjen, kështu në një tenxhere në fillim e hedhim sheqerin. Tu kam 2 kg me sheqer, i hedhim në tenxhere. Këto masa janë përshtatshme për tepsinë në numër 55. Tek sheqeri shtoj 1 litër e 20 ml me ujë, një vanilë sheqeri, dhe i zim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e përzim sheqerin kështu, derisa të filloj që të vloj shërbeti. Shërbeti ka fillu që të vloj, atëherë marrim një gjysmë limoni dhe shtrydhim kështu lëngun. Lëngu i limonit ndihmon që mos të kristalizohet sheqeri, pra të rrijë ashtu i lëngshëm kur t'ja hedhim baklavës shërbetin, edhe pas 2-3 ditëve apo pas një jave, ulim temperaturën mes tultës dhe të mesmës dhe shërbetin e zim për 15 minuta. Pas 15 minuta zirje, shërbeti është gati që të largohet nga zjarri. Pasi shërbetin e kemi largu nga zjarri, është valë nxehtë, ja hedhim 50 ml me ujë të ftoftë. E përzim. Uji i ftoftë dhe limoni, lëngu i limonit që e hedhëm më parë, i ndihmon që mos të kristalizohet sheqeri. Përzim mirë që uji përhapet kështu në për të gjithë shërbetin. Dhe shërbeti tash është gati për t'ja hedhur baklavës. Baklava është e ftoftë, kurse shërbeti i nxehtë, dhe fillojmë kështu që garush dhe garushda t'ja hedhim shërbetin baklavës. Mundohemi që ta bëjmë çdo cep të baklavës me shërbet. E merr me njëherë shërbetin baklava, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë shërbeti kur t'ja hedhim kështu baklavës. Në fillim bëjmë qoshet me shërbet, dhe shërbeti vetë shkon nga mesi, pra më shumë përqendrohemi tek qoshet. Besoj se janë masat e duhura të shërbetit për këtë baklavë. Në qoftë se përgatitni një baklavë më të vogël, atëherë vetëm se përgjysmoni masat e shërbetit. Unë e kam sjellur masat për tepsinë në numër 55. Pasi baklavës ja kemi hedhur gjithë shërbetin, atëherë baklavën e mbulojmë kështu me një tepsinë tjetër, tepsinë e baklavës, se si nuk e mbuloj me një foli alumini, sepse baklava nuk do ketë hapësinë nga t'i kaloj ajri dhe do qulloset, kurse në këtë mënyrë duke e mbuluar në një tepsinë tjetër, do ketë hapësinë që të kaloj ajri dhe baklava do zbutet, atë sa duhet, nuk do qulloset, do jetë gati pas 24 orëve, do me thënë pas 24 orëve do e merr shërbetin dhe do jetë gati për konsumim. Pas 24 orëve, baklava është gati, ka dalë shumë e mirë dhe shërbetin e ka marrë shumë mirë baklava.
ta largojmë pak dhe ta shihni se si ka dalë. Pra duket se është shumë e mirë, është e shkreft, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Ta largojmë edhe një disa pjesë dhe të shihni se si ka ndalur. Ja dhe shërbeti se si ka dalur baklavës. Është i lëngshëm, nuk është kristalizuar si që shihni, ka dalë shumë mirë. Neve na bëft mirë baklava, kurse ju motra në qovë se përgadisni në këtë mënyrë shërbetin, ju bëft mirë, mund na shkruani në koment se si ju ka dalur, kurse motra tjera që shikojnë vazhdimisht videot e mia, mund të abonohen për video të reja, mund të na shkruajnë për ndonjë recetë tjetër tradicionale dhe patjetër do e keni recetën. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.